Përshëndetje shikues nderuar, jemi në ciklin e emisioneve ëndra amerikane. Këtë emision ne kemi sjellë me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi jo vetëm të marrim urime për këtë shtet bekuar, për demokraci e liri që është më mira në botë, por pse jo, edhe shqiptarët kanë patur dhe kanë ëndrën e tyre, dhe ne s'mund t'i thrasim e t'i ftojmë të gjithë, por ata që do t'i ftojmë janë të lutur që të sjellin eksperiencën e tyre pozitive, e cila do të shërbejë edhe për brezat e rinj të shqiptaro-amerikanëve. Të ftuarit janë të fushave të ndryshme. Unë sot kam ftuar një personalitet, do të thosha, të Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në fushën e avokatisë. Është një nga avokatët më të suksesshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një person që krahas profesionit të tij që ka në nivel të lartë, me zyrën e tij, me bashkëpunëtorët e tij, është për të theksuar se është jashtëzakonisht i lidhur me komunitetin shqiptar, është shumë aktiv në komunitet, pjesëmarrës në çdo aktivitet e në çdo organizim që bën komuniteti, por dhe një donator, dhe unë kam patur fatin e mirë ta njoh nga afër, ka qenë edhe një lidhës i mirë me vendlindjen. Ju dini që vendlindjet tona kanë probleme, veçanërisht ato që janë jashtë terave të Shqipërisë mend. Dhe ky është avokati Joseph Dedvukaj. Avokat, nëse ke ardhur. Mirë se të gjitha, faleminderit për ftesë. Jam i kënaqur që marr pjesë në programin e televizionit shqiptar dhe gjithmonë jam mirënjohës për punën tënde dhe për suksesin që ke pas si përfaqësues i medias edhe si njeri i mirë që je. Faleminderit. Po jam erdhi dita sepse u deshën 250 vjet të kisha në bisedë dhe ku jemi sot. Është kënaqësi. Unë gëzohem, kënaqem për sukseset e shqiptar-amerikanëve dhe ju jeni një sukses në komunitetin tonë. Komuniteti shqiptar ju njeh, veçanërisht ata që keni pasur klient, ata që keni këshilluar, kanë kërkuar ndihmën tuaj. Cili është Joseph Dedvukaj përtej titujve të avokatisë, por si njeri, origjina e familjes tuaj, ku keni lindur, mund ta sjellni ashtu si ju e mendoni për familjen tuaj, duke mos qenë dhe shumë modest, sepse ju rrithi nga familja Dedvukaj në Bardhajt e Hotit, që është aty një lindur, rritur, ka dhënë kontribute të mëdha, një heroj i kombit shqiptar siç është Det Xheluli. Faleminderit për pyetje. Unë jam një emigrant, cili kam ardhur në Amerikë në moshën 2 vjeçare, me 1968, kemi ardhur si familje, baba është Tiefni, baba është i lindur në Bardhajt Hotit, nana është bi Grudet, prej Vulaj të Grudz, dhe ata kanë ardhur në Amerikë në atë kohë me 5 fëmijë. 4 djelë me i vajzë, kanë ardhur këtu diku maj me lehtë i 1968 me ide të Amerikës, një vend ku kishin dëgjuar që ka liri, ka mundësi për të punua, ka mundësi për të krijuar familje, ka mundësi për të mendua dhe për të pas atë ide feje që të përket ty. Dhe ata erdhën këtu me duar të gatshme me punua. Dhe i prunë me veti 5 fëmijë. Dhe në rritën këtu në Amerikë, nuk ka kanë kollaj, se nuk ite infrastruktura shqiptare në atë kohë, nuk ite infrastruktura malsore në atë kohë këtu, po vetëm materia ki fillua. Se kishin ardhur disa para nesh, po ata ishin shumica pa martuam, dhe këto që kanë ardhur familjarisht kanë ardhur në ato vit, 67-68. Mas disa viteve atë u bashkuan disa familje, dikon rreth 250 familje, dhe nisën mu bashkua me pas ekzistencën shqiptar-amerikane. Kështu që me krijua një subculture, ose një kulturë që është brenda strukturave amerikane. Edhe këta bashkëkombasit tanë e krijuan këtë infrastrukturën, prunë me veti ata që Amerika ja u lën identitetin, zgjakun shqiptar dhe gjuhën shqipe.
Dhe ajo kjo mirësia e madhe e këtij vendit të madh dhe të fuqishëm që ta mundësote për me ardh me kanë Amerikan, po të njëjtën kohë me kanë edhe shqiptar. Nuk të detyronte për me largua identitetin që ke. Kështu që kjo është ajo ideja amerikane. Kjo është, domethënë, esenca se çka domethënë me kanë Amerikë. Si e komentoni juve, si do ta sillni juve për shikuesit, ju i lindur marrësi, por i rritur si fëmijë këtu me rrenjë shqiptare. Çka ke përfituar me këtë gëshetimin e kulturës? Kur vjen këtu në Amerikë, kjo Amerikë është pak e shtirë me marë pjesë të plot, sidomos kur je emigrant, sepse ka racizëm, ka domethënë diskriminime, edhe nuk është e kollajt. Por duhet me pas ti atë vullnet, edhe atë dëshirë, edhe atë forcë për me përballua atë agresion ose atë diskriminim, për me vazhdua me ecë përpara. Me malja nim që i kom pas vetë personalisht ka familja. Dhe me thanë baba, nana, vllazrit dhe motra, për me më ndihmua të baham diçka, me gjithë se për shembull i të pabesueshme në atë kohë që i mund të vinë një emigrant, që kur jam futur në shkollë të fillestare, se kom ditë një fjalë anglisht. Po shumë këshyrshin rreth dhe thoshin, prej ka ky njeri që s'flet anglisht fare. Por shpejt e shpejt u mësova për me anglishtin edhe vazhdova për me kanë student i mirë, me vazhdua, kisha dëshirë me dalë një profesion. Nuk o kanë për avokatur fillestarisht. Kisha dëshirë me kanë një profesion të më dhanë të lartë. Ja fillova në mjekësi, në universitet, dhe kur u futa këto anatomi, dhe më thanë në pjesën e trupit, edhe duhe me u ba operacion këtyne njerëzve që kishin deke, kishin lanë trupin e tyne për me ba zbulime shkencetare, nuk me pëlqente se ite punë e zhytun, ajo formaldehyde, i thonë, ajo chemical, që i përdorshin për me i paj trupin frest, nuk më pëlqete, era, kështu që pak u tërhjeka nga mjekësia dhe futa në shkollën e bizniseve, business school, edhe kreva aty, atër masën gjithmonë e kisha menim për me vazhdua shkollimin. Por, unë gjithmonë, si fëmiu i mesëm, prej 6 fëmijëve që kishin prindrit, se gjoni këtu ka ale, mas që i marrë në Amerika, ja kanë një vogli, masën e jam ba me idetë për me dalë advokat, kam pa punua për një kompani Hewlett Packard, është kanë një kompani kompjuterash, jam marrë me financat të saj kompani, për disa vjetë, atër nuk me pëlqeu se nuk më duk bëll se intelektualisht bëll e fort për me mba mua me kanë maj mirë, adin? Shu që intelektualisht menova që me dalë advokat, adin kam ma gjantësi, ma perspektiv, ma shumë ide, ma shumë forcë, dhe shkova në shkollën e drejtësisë dhe u bëna advokat. Gjithë saj kohë, kam marrë eksperiencë në Oakland County Circuit Court, në gjyqin fillestar që është rajonal të Oakland Counties, e aty kam punua një vjetë, jam kanë shkrimtari i gjyqit, për 2 gjyqtarë kam punua, kanë Fred Mester, edhe Hilda Gage i kanë thonë, në gjyqtarë aty, të 2 kanë dek, tash kanë dek disa vjetë ma parë, por prej tyne kam mësua se ta kishin për me shëlbye çështjet civile. Dhe aty e kam marrë idenë për me kanë advokat për çështjet civile. Se më duke interesant se si vlerësohet kompensimi i njerit për lëndimet që kite fitua, për shembull një aksident makine ta për një pa drejtësi që ka ba një mjek, pa kujdesi që ka ba një gjeder dikujna. Dhe me atë edukat që kisha nga biznisi, mua më duk edhe kisha diçka 2 vjeti kish krye për mjekësi, ato 2 ja u banë bashkë për më dhanë atë ide që kjo është ajo gjanë që dëshiroj e banë si advokat. Ka pa punu edhe për një zyre advoketin në Southfield, ka pa emnin Gittleman and Pascal,
ishin do qifutën, të moshuar, 70 vjeçar, punova aty, po ata më jepshin mua ma shumë detyrë dhe autoritet, se sa u jepshin tjerëve me të njëjtin edukat, që nuk ishte dalë advokat, akoma në atë kohë, isha 1 vjet e gjys, gati 2 vjet pa dalë advokat, po ata më jepshin mua, domethënë, ma shumë autoritet dhe ma shumë punë. Cila ishte arsyeja? Arsyeja ishin se ata shishin se unë kisha dëshirë të madhe, dishin se vete kryesha të tyre, nuk lasha pa krye, edhe isha gjithmonë në komunikim me ta. Edhe dishin ata se unë nuk bansha gabime, se unë i pyetsha, ajo e kisha komunikimin shumë të mirë me ta. Dhe më doshin, se ata mendoshin se shqiptarët ishin luftëtarë, dhe më dhanë kishin tjerë që shqiptarët e Ballkanit ishin luftarë, edhe kur nuk u tërhiqshin luftet, nuk kishin frikë. Ashtu mendoshin ata për mua, nuk isha ai, por ashtu mendoshin ata për mua, edhe aty punova 2 vjet, mas që e kreva fakultetin e drejtësisë, mendova që kish zanë bëll për me fillua firmën teme. E fillja kam fillua firmën, 1 muaj mas që kam dalë advokat, kam marrë licencën, e kam fillua firmën dhe sëtë asaj ditë jam në zyrën time tash banë në ndorë 33 vjetë. Do të kalojna pak tek prindrit. Po. Unë kam pasur fatin e mirë, kam njohur babajnë tënd, edhe nenën, pasi kam qenë mysafir në shtëpinë tuaj, jo një herë, po disa herë, dhe kam qenë mysafir jo për një fest, por kam qenë mysafir sepse juve keni organizuar takime për çështje kombëtare shqiptare të rëndësishme, ku kanë marrë pjesë personalitete, kanë marrë senator, Geri Peters e shumë të tjerë të komunitetit. Si e kanë rojtur familja juaj, se na duhet dhe eksperiencë për brezat që po vinë tani të mos e humbasin. Si e kanë rojtur familja juaj traditën, zakonin, kulturën, gjuhën, e veçanërisht këto marrëdhëniet familjare? Ato ja kanë filluar qysh se ke marrë në Amerikë. Mua më kujtohet, kur jam kënë djalë që i ri, dhe kur e dite nana, se duhet me dalje me shku në shkollë, shkolla nuk fliste shqip. Ata rreth nuk ishin shqiptarë, shumica, 99%, 99.9%, se ku jam rritë në Farmington Hills, ku s'kite pak shqiptarë në atë vend, në atë qytet. Dhe dite se unë kam u marrë me Amerikanë, edhe mu ba Amerikanë shumë kollaj kur shok t'i ke Amerikanë. Po ata nana dhe baba më detyrueshin që kur të vish në shtëpi, ti fol shqip. Kur shkosh në shkollë, fol anglisht. Po në shtëpi duhet shqipen. Atëherë jashtu na kanë mësuar dhe traditat, jem marrë edhe me infrastrukturën shqiptare këtu, domethënë kisha Shënpalit të themelua, kisha Zojs Pajtore para saj, dhe aty kem marrë pjesë si antar të asaj famulli, ajo ishte tamam shqiptare, fliste shqip, shkronja shqip. Kam shkuar në kadikizëm të Zoja Kish Pajtore, domethënë në atë kohë i të don prek në Varshaj, dhe kadikizëm, ata me fat mirë e pësoshin edhe detyroshin me fol shqip. Bile për me ba mua me zanë shqip ma shumë, thoshin, Zoti nuk di tjetër gjuhë, vetëm shqip. Një do me volë me komunikua me Zotin, në mësoje shqipen. Urat nuk i di anglisht, edhe së të kësaj ditë, vetëm shqip. Mirë njohje shumë për familjen tuaj, për prindit, njës pas Shtjefni atje ku është, pas dritë, edhe do të bëja një pyetje lidhur me fëmijërinë. Si ka ndryshuar fëmijëria në asaj kohës tuaj me fëmijërinë e ditës sotme? Si natë e dita, ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë sepse jo vetëm përparimi i teknologjisë, telefonëve, Skype, Zoom, networket social, të gjitha këto kanë ecë ma shpejt se sa çka ka menua njeri. Kështu që as njeri nuk e ka prit se po vazhdon teknologjia aq shpejt. Ashtu edhe gjendja sociale, domethënë është dobësua, sepse njerëzit nuk takohen aq shumë sa janë takuar dikur në atë kohë që jam rrit vetë. Në atë kohë që jam rrit vetë për me bani zbulim, për shembull ligjore, andash me shkuar në bibliotekë, me gjetë librin, edhe me të zbulua. Kurse sot për shembull, sot mundesh me të vetë AI-en,
I ban pyetjen edhe ata të kthen përgjigjen edhe e ti edhe e shell mund të lexua. Kështu në mënyrë bëj më mëshim se kur e sheh edhe e lexon e mëson më kollaj. Kështu që janë shumë gjëra pozitive, po janë edhe shumë gjëra negative. Se është si Livorja. Si Livorja mund të shpërdoret për të mirë, mund të shpërdoret edhe për të keq. Cili është këshilla juaj për prindrit, por edhe për fëmijët që kanë mundësinë të kuptojnë? Sot për sot nuk mund është mirë shmak teknologjisë, por mund është që çdo gjë tjetër, edhe ushqimi duhet me modesti, edhe teknologjia duhet me modesti. Domethënë duhet me i pas kufit se çka kanë të drejtë fëmia për me pa, kur me pa, sa me pas, domethënë drejt për me u futën rrjetin social, u futën internet, me komunikuar në telefon, se mundet çdo gjë mund t'i marrin mend. Dhe mund është me pa çështje 4 anë të Amerikës që dalin në gjyq për ankesa për shembull që sa çfarë gjë deri të ban për shembull Facebooku ose Instagrami ose Snapchat ose një tjetër aplikacion që e përdorin sot rinia. Ato mund të jenë, domethënë shumë të gjëdershme, mund të bajnë shumë dëm në jetën e njeriut. Kështu edhe në mënyrë psikologjike, edhe fizike, sepse ke njerëz për shembull që nuk i njeh fare, ti ban marrëdhënie atë mund të jenë kriminala nga Kina, po ti se din fare se janë prej nga Kina, po ti të paraqiten se janë për të rrugët, ose në një tjetër qytet të bukur me famë të njoftun, edhe të tërheqin ty të fusin në shoqëri, edhe të kthejnë me mendje të tyne si duan ata vetë. Juve përshkruat rrugtimin tuaj derisa dolët avokat për 1 minutë sigurisht, janë vite ato që keni vite pune, sakrifice. Çfarë vështirësish keni hasur dhe si keni kaluar ato? Si çdo shqiptar që është amerikan në Amerikë, ti vjen këtu për me punua, po vjen pa pare. Vjen pa ditë se çka po gjen këtu në Amerikë. Ato janë vështirësinat më të mëdha kur e lën vendlinjen ose ndryshon vendin. Kështu e kam përjetuar vetë dhe kam pa që e kanë përjetuar edhe prindrit e mi kur kanë ardhur këtu në Amerikë. Është shumë vështirë me ju rezistua Amerikës. Se Amerika mundohet me të bëjë për veti, jo me plan, por është ashtu sistemi i krijuar, se është një sistem i përbën prej gjitha kohëve të botës për me ekzistua, me funksionua, domethënë sa më mirë. Ajo është e mira e këtij vendit, nuk është një shtet perfekt, se s'ka shtet në botë që është perfekt, po është një vend që ta mundson lirinë, ta mundson punësimin, edukimin, edhe ta mundson oportunitetin për me përparua, për me bë një jetë më të mirë, dhe me valon ndoshta fëmijëve një jetë më të mirë se ke pas ti. Ju jeni një njeri suksesshëm në jetën tuaj dhe padyshim që roli edhe merita kryesore ju takon juve, po cilët kanë qenë mbështetësit në këtë rrugtim? Familja kanë mbështetësit më të mëdhenj në këtë rrugtim. Domethënë nuk është ndyshim se është kanë vetëm familja që kanë mbështetësit më të mëdhenj, nana, baba, vllazit, motra, këta njerëz që i kam pa rreth vetit, ata më kanë mundësua për me dalë dhe për me vazhdua kështu. Gruaja, fëmijët tash janë rritur, domethënë kam djalin 26 vjeç, kam vajzën 21 vjet, kam nipe, domethënë të gjithë ata më kanë bërë mua se çka jam unë, sepse të gjithë ata kanë marrë pjesë në jetën time, edhe më kanë bërë për me punua edhe as më shumë, për me bërë jetën atyne më të mirë, sepse kanë merituar për me kanë më të mirë, një jetë më të mirë. Konceptimi i karrierës tuaj ka qenë vetëm një karrierë si avokat apo edhe një shërbim njerëzor? Si e lidhni juve këtë? Të dyja, advokatura të tërnon mendjen, domethënë për me menduar ndryshe. Sepse kur mëson në shkollën e drejtësisë, i shef shumë gjëra shumë më të qarta, edhe më me precizjon se sa për shembull kur si e pjesë e shkollës drejtësisë. Dhe ato të bajnë
me kuptua se çka do më thonë me kënë humanist, çka do më thonë me kënë kombëtar, çka do më thonë me kënë njëri me nder, çka do më thonë për me ndihmua dikon që nuk ka mundësi me ndihmua vetin. Të gjitha këto vinë nga edukata e advokaturës. Themi avokati suksesshëm. Cili është parametri matës i avokatit? Është i suksesshëm kur fiton para, apo është i suksesshëm kur zgjidh çështjet me sematet karriera? Për mua, me mallja e me miramas për punë që bajnë, është kënaqësia e klientit. Qofse se klienti është i kënaqur, pavarësisht ai fito $5 milion, ai $20,000, aja është masa me mirë që të dinë se ti je ka një person përgjithës, i përfaqësuesi atij personit shkëlqyeshëm, kur ai dahet i kënaqur. Edhe fatmirësisht 99.999% e njerëzve që i kam shëlbyer tash 33 vjet janë të kënaqur me punën që kam për ta. Klienti është më në centra, aja është numër 1 i çdo gjë që bëjnë. Për ata luftoj. Edhe e kem historinë, është edhe një gjë domethënë, ndoshta që mban suksesin se ne kemi edhe historinë det vukajt, shtëpia det xhelulit për të kanë luftëtar. S'na fole fare për det xhelulit. Det xhelulit, që nuk më vjen për me luftua, por me vlerësua det xhelulin se sa vleri ka pas komit, është domethënë një gjë shumë e madhe për me përshkrua me fjalë. Sepse aja është kënë një njeri në atë kohë që ndoshta nuk ekzisto të Shqipëri mos ishte det xheluli me malsor, me fillua luft, me fitua betejën e Deçiçit, me firmose, me përgadit memorandum e Greqës, që ka paraprin, domethënë pavarësisë Vlorës. Të gjitha këto ide, domethënë, janë bashkëpunua. Bashkëpunimi i malsorëve me Ismail Qemalin, me Lëviz Gorakuqin, të gjithë këta njerëz kanë bashkëpunua, megjithëse disa mund të jetë një krahin ose një tjetër që nuk është ashtu, me u shmak pak edhe me këshir globalisht se ç'është bë, e shes se këta njerëz kanë pas bashkëpunim. Fitoria e Janit a kanë edhe fitoria e tjetrit. Fitoria e Jugut a kanë fitoria e Veriut. Fitoria e lindjes a kanë fitoria e perëndimit. Në tëna anësh me këshir, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Por det xheluli 100%, aja është një figurë, një person që është shumë vështirë për me vlerësua se sa i madh o kanë si person, po ai ka pas vlerat kombëtare, shpirtin shqiptar që është kanë i pathyeshëm. Mund është me lexua shumë që janë munduar për me thye, po ai as ka pa pare, as ka pa njërë, as ka pa grua, as ka pa burr, kush që them henjen me u shmak çështjes kombëtare e shqiptarizmit. Gjatë kohës që neve si televizion kemi shkuar në Malsi në kuadër të misionit, Malsi e madhe për mbethesar, edhe ju na keni sponsorizuar për atë emision, edhe unë kam patur fatin të shkoj edhe në zonën tënde, aty ke shtëpia juaj e vjetër, kam shkuar edhe tek shtëpia e det xhelulit. Është bërë diçka për det xhelulin, edhe kam një sugjerim ose një mendim për t'ja thënë juve, në moment më lindi tani, se kisha planifikuar për t'ja thënë, është bërë diçka fizike. Ndërtuar shtëpia, një monument atje ku dret cigaren dhe xheluli, por pse nuk është bërë dhe pse s'organizoni një simpozium për gjithë vlerat e det xhelulit, qoftë në vendindje, qoftë në Tiranë, qoftë edhe këtu në Amerikë, se këtu është Malsia më e madhe nga tani se sa në Malsi. Një simpozium profesional ku të shpjegojnë të gjitha këto që ju i thoni kështu, edhe të ngelen dhe për brezat që vinë, se kalojnë brezat shpejt edhe ngelet një shtëpi kështu një guri të xhelulit, një pemë aty, do kalojnë, nësa këto ngelen në mënyrë profesionale, se jo të gjitha gjërat për të xhelulin dhe për tërë historinë shqiptare janë thënë sa e si duhet. Simpoziumi është ide shumë e mirë, por ajo duhet mu udhëheqë nga
shkencatarët, nga historiantë, Ka sa duhet. edhe kemë sa duhet, shumë e vërtet, por duhet organizim. Unë gjithmonë jam i gatshëm për më marr pjesë, çka do të jetë vetëm të ketë e gjuhën shqipje metodë e komunikimit dhe të jetë shumë anshme, dhe më thanë, jo vetëm malësia male, po të jetë, të më thanë, gjithë shqiptarizmin nga Kosova, nga Shqipnia, nga Macedonia, nga Malizi, gjithë ku janë shqiptarë, që bashkë punojmë për me bani simpozium të nershëm, të vërtet, dhe mos të a shumë shtirë me banë, sepse edhe mund t'jenë debata që jo këta s'ka nëllë, ata s'ka nëllë. Shumë herë edhe njerëzit kanë, dhe më thanë, idejnë atë vetë se çfarë anësit ka pash një person ose një tjetër, dhe besoj që kjo është mungesa më e madhe, sepse shqiptarët vetë nuk bashkëpunojnë për me qita të mirën e ndrit, edhin, por mund të... Zakonisht kur je gjallë, nuk të thonë... Zakonisht kur je gjallë, fare që për me, si kur shkosh edhe... Po, unë mendoj që dhe Xheluli është vlerësuar, respektuar dhe në kohën e komunizmit, që komunizmi ishte shumë i kursyer për t'i bërë këto vlerësime. Në histori duen temperuar figurat. Edhe ajo është i temperuar në vetë kohën, nga natyra, nga aktiviteti, por tani duhet sistemuar. Edhe të zënë vend në historit pa diskutueshme. Edhe në kohën e komunizmit të Shqipërisë, te Xheluli e ka pas monumentin në Rapsh të Hotit, ka pas edhe rrugën e emnuame dhe Xheluli, të Pallati Kulturës në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë. Për ato dyja i di 100%, mund t'jenë edhe tjera monumente dhe përmendore që janë ngritur në atë kohë, por këto të më thanë janë të rëndësishme, janë fakte. Herojat tonë do të me i nerua, po se neruam na, shqiptarë, ata të hujtë s'kanë me i nerua të fare, por kanë me i zhduk. Se për shembull për gjithë shka stereotin, dikush thot jo është kanë slav, jo dikush thot jo është kanë bulgar, dikush thot jo kanë grek, edhin, po këto janë mashtrimet e fësinjave që na shqiptarë duhet me i luftua. Ne kemi një historian kudo që është në botë, ai duhet mu marrë me këto punë, sepse në kjo se na nuk merrna me këto, nuk punojmë me këtë drejtim, ata të hujt kanë me shkrua historinë si do në vetë, e nuk ka me kene në favor tanë. S'ka me kene vërteta, po ka me kene mashtrim. Ju kini eksperiencë, kini bërë dhe simpoziumin e Hotit, ka qenë një nga aktivitetet më të mira që ka bërë shoqata Malësie Madhe në atë periudhë, ku ka qenë Legleci kryetar, me sa më kujtohet. Edhe mendojnë të ardhmen, ju dini këto problemet politike, këto gjëra, po unë mendoj që Dek Xheluli nuk është vetëm politike, është një figurë në palcën e kombit shqiptar, për të cilin jo të bëni ju pse është një nga jo familje, por do të bëhen dhe në tjerë. Kështu që mendoj që të ardhmen le të jetë si e çelur. Ka mundësi, duhet prapë të thëmë, nuk mund të shkruaj vetë, se unë ja di historinë shumë mirë, po është ma shumë e rëndësishme kur tjerët e shkruajnë në bashkëpunim me njerëzit që e din historinë e tina, kanë lexuar shumë libra për ta, dhe domethënë edhe shumë histori do është përcjell Gojlan, po me gjitha ta, kështu e kem pas në shqiptar. Gojlan është kanë si liber barabar. Si arkiv. Si arkiv. Po. Gjatë punës tuaj si avokat, kur ndjeni shpirtërisht ngushtë, keq, në pikpamja njerëzore? Aja është një pyetje shumë e vështirë me ju përgjigj, se mua personalisht më vjen keq që shqiptarizmi po çlyhet tepër shpejt. Duket se këta brezat e ri janë të mu çlye pa pas nevojë. Edhe mos me praktikua shqipen, mos me praktikua kulturën shqiptare, mos me praktikua të shoqërinë shqiptare, kjo më vjen, domethënë, shumë keq me pa se po noll. Besoj që faj ka edhe Shqipnia, edhe Kosova, sepse ata nuk kanë ndonjë program me diasporën, me mbajt për shembull siç e kanë Çifutnit,
që i futni të detyrojnë për shembull, që i futin me shku me vizitua Izraelin në jetën e tyre. Kanë vendet që janë të ndërtuame për Amerikan prej Izraelit, më thënë me prardhjen Izraele, për me shku me vizitua, na nuk kem atësaj programit. Më thënë, nuk kem na resorte për shqiptarë Amerikan. Nuk kem nëj marrëveshje për të ri që janë në moshën 16 dhe 18 vjeçare, për me i detyrua me shkua për me i përjetua, çdo njeri me përjetua jetën për një verë ose për një muaj në Shqipëri ose në Kosovë, ku janë shqiptarët me shumicë, ku flitet shqipe, ku praktikohet për çdo ditë. Ata besoj kite me i afru edhe ma fort edhe me i lanë, më thënë, edhe aq ma shumë vullnet për mos mu çlyje. Po ajo infrastruktur nuk ekziston. Ekziston në mënyrë vullnetare, se mund t'i çoj fëmijën e mi kur dua, për çdo verë, por me institucionalizua a shumë më mirë se me i lanë vullnetare. Me hapjen dhe funksionimin e zyrës, menduat se realizuat ëndrrën amerikane, apo keni akoma ëndra të tjera? Për kaona e profesionit kam realizua ëndrrën amerikane. Sepse me të vërtet kam pas sukses si advokat dhe pak kush ka pas sukses të me kanë emigrant, sidomos në këtë fushën e qesteve civile, që janë shumë kompetitiv, shumica janë për aksident makinave, troka, për shembull, kamiona, sepse janë ma shumë kamiona edhe makinë, se sa janë vegla tjera që mund të bajnë gjeder. Kështu që shansin e ke në jetë që kemi pas një goditje nga një makinë se një gjatë tjetër, sepse janë gati ma shumë makinë sa janë njerëz. Kështu që atë aspekte qesteve të civile merrem ma shumëtit, dhe në ta kom specializua tash 33 vjetë. Më dhanë, çdo gjë aksident personale që i ka njeriu, vetëm shumica janë kanë automobil, lloj-llojshme, motorsiklet, biciklet, makinë, automobil, autobusa, kamiona. Këto janë kanë domethënë gjanat kryesore që i kam specializuar në to. Zyrja ka pas sukses të madh, sidomos në këtë fushën civile, sepse është një fushë shumë kompetitiv. Më dhanë, janë pak advokatën që kanë sukses. Ke shumë advokatë, ke masë 45.000 advokatën vetëm në shtetin e Michiganit. 45.000? 45.000. Spakut. Edhe janë që janë të regjistruar me licencë. Dhe dhe më dhanë, për me pas sukses a shumë shtirë, edhe me specializua edhe as ma shtirë. Kështu që kam pas sukses jashtëzakonshëm, e faleminderit Zotit dhe familjes edhe të mundësisë për me luftu edhe me pas sukses. Por në aspektin e jetës, në jam i kënaqur, se kam familjen mirë me shëndet, jam i martuar, kam 2 fëmijë, Aleksi, Gabriela, kam Nipe. E kisha një pyetje poshtë për familjen, por meqense juve nga është zonja dhe çfarë punë bën? Gruan e kam prej Shqipërisë, është lindur në Lezhë, në fakt në Balldrand, që është afër Lezhët, dhe është rrit aty deri që jem takua në Shqipëri, rastisht nga një taksist prej Rafshët Hotit. Kam pas edhe nanën nga viti dikun 1997, edhe atër jem takua, masë ne i kem ban lidhjet e jam martua me 1998. Ka emigrua këtu në Amerika atë vit jem martua dhe jetojmë zbashku tash gati 30 vjet. Ajo punon, është, si thëmë anglisht, është engjinier shtëpiake. E me thonë, merrem me punë të shtëpisë. Një këshill, nëse do të dojnë të asillit sot për shikuesit, në cilat raste njerëzit do të marrin avokatin? A shumë rëndësi me marrë advokatin sa ma shpejt, kur të kesh një goditje. Sepse strategjia me mirë mund bëhet në filles. Ma vonë, ndryshojnë zgjarat, evidenci ç'duket,
nuk dokumentohet domethënë goditja mirë, so shumë gjëra mund të rrillin të këqija me prit me marrë advokatin. Edhe një gjë tjetër që tash është e rrezikshme është AI-ja, ajo të nep këshillim, e njëri mendon që AI-ja s'ka, nuk gabon, por në fakt AI-ja gabon, edhe me marrë AI-n si advokat, është shumë e rrezikshme. Se AI-ja nuk e ka eksperiencën se ka një advokat, nuk e din se me ka përballohet në gjyq, me cilën advokat, me cilën inshurancë, me cilën gjyqtar, këto faktora AI-ja nuk ka ide. Nuk ka ide se për të cilin gjyq mund të dalsh me çështje, nuk ka ide se çfarë gjyqtarit mund të ndollin, si mund të sillet gjyqtari, a ka njoftim AI-ja në gjyqtar? S'ka njoftim në gjyqtar. Kurse unë kam njoftim, mua më njohin gjyqtarët të Michiganit, shumica aty sidomos në këtë rajonin e Oakland, Wayne, dhe Macomb, këto 3 rajone që shumica e shqiptarëve jetojnë. Çfarë favoresh avokat të jep ligji amerikan kur një person nuk e bën një aksident ose një shkelje, nuk e di gjuhën angleze, si duhet veproj? Ajo është realisht gjyqi mundohet me veprua në mënyrë të drejtë. Por kur duhet pas aksidentesh. Po, pas aksidentesh. Jo, pas aksidentit, çfarë do të bësh? Kur zë polici. Ose vjen diçka të arrestojnë, të marrin, do të flasësh, nuk do të flasësh. Po, 100% ajo është shumicën e kohës është mirë mos me fol. Po me nejtë në heshtje dhe me kërku advokatin. 99.9%. Në është një gjë e vogël, po kupton që nuk ka gjop të madhe, nuk është një rrezik që të futesh në burg, atëherë mund është me fol, se ndoshta i pagon $200-300, advokati nuk duhet, sepse kemë paguar $1.000 advokatin me kursyet $200-300. Edhe atër bela. Por kur tjetë në pyetja është një çështje kriminale, ajo është pa tjetër në qofsen se prek ligjin kriminale me veprim, duhet me nejt në heshtje, pa tjetër. Sepse nuk është në gjë që mund është ti me thanë për me të zirë prej ati problemit. Se në qofsen se shteti ka faktet, a i s'ka nevoj për dëshmi të antë ose për të lanën atë tua. Po në qofsen se ti flet e rrezigon vetin me dhënë diçka që se kanë. Për me të kundërvun, për me të bashkanxhit faktet kundra tejet, për me hum çështjen dhe me hum edhe lirin. Kështu që 99.9% e kohës, ndoshta edhe 100%, është ma mirë me nejtën heshtje dhe me kërku advokatin. Nuk ka bëllë me thonë, jam në heshtje ose s'flas, po s'nuk flas edhe du advokatin. Shkurt, s'ke nevojë tjetër me thonë. Vjen advokati, këshillosh me advokatit ndihmon edhe mund me drejtua me çfarë strategji është mas mirit për ty e për çështjen tënde. Çdo çështje që është, pavarësisht se është e madhe, është e vogël, ajo ndryshon komplet. Domethënë, nuk janë dy çështje janë njësoj. Se janë si njeriu që janë dy njeriu që janë njësoj, edhe me kanë binok. Do të kalojmë tek një nga cilësitë toja që vazhdimisht keni qenë dhe jeni aktiv pjesëmarrës në aktivitetet e komunitetit. Si vlerësoni këtë event, jo vetëm për ju se ju e keni bërë, por edhe për tjerët për eksperiencë? Vetë ti e vetin si një person i obliguam, më duket si përgjedhës i moralit, që t'jam mbështetës i aktiviteteve shqiptare, sepse prej tyne jam vetë, kjo sënë se na shqiptarët nuk e nimojmë janë i tjetrin, a i tjetri nuk nimon, atë sa të nimojnë shqiptarët tu. Dhe më thanë, kush e nimon Shqipnin, mos me nimon shqiptarët, kur kush? Pak e as pak. Miqtarët mujnë, po ata kanë me nimuan, sepse na jem miqët e tyne, na shqiptarët jem miqët. Na u tregojmë se çka është Shqipëria, kush janë shqiptarët, nëpërmjet neve e shohin se kush janë shqiptarët. Shumë herë, për shembull, gjyqtarët dhe advokatë e tjerë, më thonë, tash e besoj që janë shqiptarët e mirë se të një ty. Tash e besoj që janë shqiptarët e meqim se të një ty. Shumë herë e kom ti e këtë, edhe ti veti për çdo javë. Gjatë proceseve toja gjyqësore, cila është mendimi juaj për opinionin për shqiptarët? A është ajo që ka qenë në fillimet e para, apo kemi në ndryshim për mirësima? Shumë ndryshim pozitiv.
Pse? Sepse shqiptarët, që është me 1900, e di vetë, kam përjetua vetë, që është me 1968 e këtej, për vjetë e ma shumë kanë pas sukses, kanë qenë ma të shkolluam, kanë qenë ma të advancuam, kanë qenë ma të përpjekun, kanë qenë ma të shoqëruam, shtu që kohë tjera kanë mësua se kush jem na gjatë viteve me mirësinë që kem ba, me jetesën që kem kryua në Amerikë. Shtu që janë shumë pozitiv, 100%. Jo vetëm këtu botënore. Ke tash për shembull ka 4 këngëtarët më të famshme në botë, në njëjtën kohë, të gjitha bija të Shqipërisë. Ke Dua Lipën, ke Rita Oren, ke Bebe Rexhen, ke Eva Max, më në qëri 4 që ekzistojnë. Edhe ke edhe shumë tjerë, por janë të 4 që dim se janë 100% me famë. Në praktikë edhe bajnë mirë, janë ba mirë sa, jo vetëm janë human, janë njerëz human edhe njerëzit e vlerësojnë, edhe kanë personalitetin e bukur, kanë komunikimin e bukur, kanë shoqërinë e mirë, nuk janë, si më thënë, disa këngëtarë që janë krejt çmendun, edhe në drogira, që këto mesazho janë të rregullta, megjithëse për shembull i kanë marrë burrat një komi tjetër, ajo është një gjë personale, nuk di pse, por me aspekte tjera të jetës tyne janë kanë shkëlqyeshme. Dhe eksperjenca juaj në prizmin e respektit të njohjes të mirësisë për komunitetin shqiptar në gjatë kohës proceseve tua gjyqësore, në lokale këtu në Amerikë, do të thosha, si është, si e keni ju, cila është eksperjenca juaj? Në përgjithësi, eksperjenca është e mirë, shumë e mirë. Nuk e shoh se gjyqtarët për shembull janë racista ose janë prejudicë kundra shqiptarëve, nuk e kanë një parashikim të keqe, ose nuk e kanë një pikpamje të keqe pa dalë të gjyqi se për shembull, shqiptaru di se që kjo çështje nuk ka vlerë. Kur se kam tje këta. Tash 33 vjet kur se kam tje këta. Nuk shoh gjë negativ. Ndoshta edhe mua jo më thanë se frigohen, por nështë trypnohen me thanë në isen, se din se unë nuk isha me durua, me më thanë diçka keq negativ për komin tem, nështë ajo është, nuk mundi me ditë se, nuk mundi me ditë që ka kanë me tyne, por paraqite nuk e kanë pas të keqe, vetëm të mirët, ambilet, drejt. Avokat, ju keni qenë dhe jeni vazhdimisht në këto aksionet që bëjnë donacione në komunitet, aktualisht një edhe kryetari organizimit për ndërtimin e ndërtesës të TV Boys, por më shumë në parim, çfarë rëndësie zet donacioni në jetën e një komuniteti? Donacioni filantropik është ndoshta e dyta gjë më e rëndësishme në jetë. Pse? Sepse ke shumë gjëra që nuk kanë financim, që janë të mira, janë humane, janë advancuese, janë në interes të komit, edhe nuk mujnë për me funksionua, nuk mujnë me ekzistua pa lanë, pa lurua diçka për atë aktivitet, ose si për shembull për televizionin bëjnë, ajo nuk i me ekzistua mos ti të angazhua diaspora me lanë me kryua buxhetin për me ndërtua studion e re, që të shëlbejnë brazat e ri, në gjuhën shqipe, me kulturën, me historinë shqiptare. Edhe për shembull, as kisha, as xhamia, as teqja nuk ishin me funksionua pa lanë njerëzit pare, cilat reprezentojnë djestë e tyne, për të funksionua këto qendra fetare. Që për ne janë jo vetëm fetare, por edhe kombëtare, sepse shumica e njerëzve që shkojnë në ato qendra janë shqiptarë, me origjinë shqiptare, me ide shqiptare, mendojnë shqip, flasin shqip, kanë përardhjen shqiptare dhe pa lanë në mënyrë filantropike në jetë, aja është një mungesë e madhe. Duhet me lanë me mas, kuptohet, se për shembull nëse unë nuk ekzistoj, unë nuk mundi me lanë. Kështu që duhet me kujdesua vetin, po duhet me kujdesua të edhe këto gjëra filantropike pa mirëse që paraqiten në jetë. Edhe nuk mundesh me financua të gjitha, ti e din se ajo është
thahet xhepi, si kur thot Shqip, me të pa lekë në xhep, në kjo pëse se i financën të gjitha, por duhet për me dhanë, keme pas grupacione, keme pas disa njerëz që japin për një aktivitet, e tjetë jo, keme pas një tjetër aktivitet që japin të tjerë njerëz, e tjetë jo, e kështu me rretë shkon, rrotullohet. Por në fund, jeta filantrapike është shumë e rëndësishme. Në jetë, pos punët që ke, edhe familje që duhet me mbajt, aja është numër 2. Po të qikosh arkivin e televizionit, gati për 30 vjetë, në të donacionet pa thua se janë 70-80% të njëjtë njerëz. Shumë vërtet. Cili është mesazhi juaj që, sepse janë pakicë këta që japin? Po. Cili është mesazhi juaj që vlen edhe $1 i një personi të thjesht për ta bërë donacion? Është shumë e vërtet, po të napë si shembull. Kem pas donacione, kjo është fushat tash, sa është i vjetës gjysë që vazhdojnë. Po banë 2 vjetën tetor, për televizionin bëjnë, kem pas donacione prej $100 deri $20,000 për një personit. Një person ka, dikush ka lanë ka 100, si pas mundësie. Po, absolut. Pa jetë $100 që ka vlerë, e dishira ka vlerë edhe ma shumë, angazhimi edhe ma tepër, se sa ka për shembull parja. Kështu që i ftoj të gjithë komunitetin shqiptar, pak a shumë të t'japin këtyne aktiviteteve që janë më rëndësi, si për shembull televizioni juaj. Kjo është një televizion shqip, është televizion diasporës, shëlben tash 30 vjet. Ka aktivitetet që vini edhe na që zoni që të ekzistojnë këto arkivat e vlefshme për brezat e ri, që mund të shohë se si kanë vepruar, çka kanë, çfarë takimesh kanë pas, si lëndzun kanë fol, kush kanë qenë këta njerëz. Dhe është shumë me rëndësi media. Ajo është si një shembull, se ke shembull edhe gjëra tjera që kanë për shembull shoqatat, shoqata Malësia Mallë, Jahone Malësisë, shoqata Kosova, ke shumë shoqata intelektuale, ke shumë shoqata të cilat kanë qëllimet e veta, por secila lyp financim. Duhet zgjidhë çdo njeri se për çka do të mellan. Po gjithkush duhet mellan diçka. Ajo që më kanë shkëlqyeshim. A është kjo ide që mund të bëhet? Mund bëhet, po duhet pas vullnetin. S'është nevojë me mellan shumë, po mellan diçka. Me kënd vështrimin tuaj, apo vazhdon donacioni me ndërimin e brezave? Apo është në rënje? Ka mundësi që i vazhdon, por si çdo gjë, duhet pas një program. Po të rapë si shembull. Jem kanë me vitin 2014, televizionin këtu. Të kujtohet për Fundacionin e Gjergj Kastriotit? Po. A pan met kur erdhme me Klementinën Syla? Po. Këtu? Po. Edhe e kishim një ide sa ajo ishte një fundacion mes të studentëve, por kur nuk kishte vazhdua në mënyrë publike. Kishin provua, por kishte dështua. Kujtohet? Kjo historia e vërtet, nuk e di çka mund mendojnë. Tjerë po jetoj këtu në diasporë, di se çka ka ndodhur. Vim këtu edhe me atë ide që kjo publikohet në interes të krejt diasporës shqiptare, për të ndihmua studentat për me vazhdua me u shkollua e me marr diplomat e universitetit ose të kaligjit, 4 vjeçare. Dhe ai program, megjithse kishte idenë shumë të mirë, nuk e kishte angazhimin të mjaftueshëm. Po vinte ideja, e luba debati, se si me afrua njerëzit. Si me afrua njerëzit pa marrësisht se nga janë, cilën qytet janë. A janë nga Lezhë, nga Tirana, nga Gjirokastra, nga Korça, nga Pogradeci, nga Hoti, nga Shkodra, nga Prishtina, po me angazhua që të marrin pjesë. Këto ide u ba për të krijuar një darkë të përgjithshëm. Dhe më thanë, me iftuat të gjithë shqiptarët me marrë pjesë për me ble biletat, me marrë pjesë në darkë, edhe çka të mesin, fites, me shkuan për burse të studentave. Dhe kjo ki ide shumë e mirë, se shqiptarët
ka dëshirë për me folë me njëri tjetrin, ka dëshirë me nejtë, me hangre, me pije dhe me komunikua me njëri tjetrin, kështu që ajo kjo e sukseshme, po plan programi është shumë më rëndësi, dhe më thënë edhe televizioni duhet pas plan program. Jo vetëm reklama, po duhet pas të më thënë programin e pasur që të tërheqën çdo anë persona që të angazhohen për me financua ndoshta një pjesë të një emision ose një pjesë të një ore, një 15 minutë. Që është interesant, për shembull që e don, gjithmonë do të më këshyrë se çka don publiku. Me çka shohet, s'u ta merrem me këtë televizionin TV Bojën siç me 2008-ën. Dhe e shoh, domethënë se i ka do gjana që kishin më shumë më përmirësua për me kanë edhe më e cilësore programi se sa është. Kështu që çdo gjë, domethënë ashtu, edhe për veti do të më këshyr, për shembull, ku i ke problemet edhe si mundesh me përmirësua vetin për me kanë edhe më i suksesshëm e me kanë edhe e pas jetën më të mirë. Kështu është edhe televizioni, besoj. Faleminderit për mendimet tuaja. Avokat, si e shikoni në analizën tuaj komunitetin shqiptaro-amerikan në ditët e sotme, jo vetëm në Michigan, por në Amerikë? Si është koncentruar, si është bashkuar mendja intelektuale dhe ekonomike për ta vënë në dispozicion të kombit shqiptar në forma mënyra të ndryshme? E shoh me potencial të madh. Se ke shqiptar të suksesshëm në jetë edhe në biznes. Në të dy gjana më të mëdha të jetës njeriut, që mund të angazhohen për me ndihmua Shqipërinë. Por me duket se mangon infrastruktura e organizimit. Dhe për pas infrastrukturë dhe organizim, është tirë me kanalizua energjin, iden, resurset, parat, për me ndihmua shtetin shqiptar. Por në tjetrën anë, ajo është një rrugë që shkon e vjen. As Shqipëria nuk ka ba shumë për me tërhiq. Ajo është problemi. Problemi është që shteti shqiptar e ka problemet e veta, edhe shumë hera dhe ata mendojnë që nuk na duhet gjatë diaspora, vetëm në rast nevojës të madhe, së të rrezikut të madh, por ajo shumë e keqe. Mund është me mësuar nga grekt, se grekt e kanë pasat mendime ashtu. Edhe i kanë të huaj, i kanë largua diasporën greke. E ajo është shumë e dëmshme, kur i largon, megjithëse për shembull është shumë rëndësi për Shqipërinë, pse? Se Shqipëria më shumë ka shqiptarë jashtë atë leut se sa ka në Shqipëri. Edhe për ditë më shumë janë të me ikë, të me dalë për një jetë më të mirë, me marrë rrugat e botës, shkojnë në Gjermania, në Italia, Amerika, ku ka po di vetë, por aja është statistik e vërtet. Po, në këto kushte, avokat, cili do t'jetë roli intelektualve, duke nisur që nga avokatët, ekonomistat, inxhinierat, të gjitha fushat, mjekët, çfarë do të bëjnë? Ata duhet më organizua, duhet pas organizim, por është tirë me pas organizim kur nuk është besimi aty, nuk ka në besim që ka mundësi me pas efekasi, ka mundësi me pas rezultat. Aja është problemi, a vizioni i pa besueshëm. Tash, hapa e mirë përparimtare është kënë që Shqipëria ka prenua përfaqësimin e diasporës në kuvendin e parlamentit. Ka prenua që shqiptarët të votojnë që jetojnë në diasporë. Këto janë hapat e mira. Po këta përfaqësuesa që i kemë, që na përfaqësojnë në diasporë, në parlament, ata duhet me kanë organizuesat. Ata duhet me ditë se çka është në interes të diasporës që e dojnë atë shumë shtetin sa jep votën, sa jep resurset, sa jep shkon e ban pushimet në Shqipëri. Këta duhet sparit me kanë ata liderat, si t'i kemë zgjell me kanë lidera, me na organizua. Avokat, një jetë të tërë, paktën sa kam mund këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, malësorët, por gjithë shqiptarët që janë nga trevat shqiptare në malëzi,
kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontributin e tyre me dekada. Aje i knaqur me Ecorin, me ato që ka keni berë dhe aje i knaqur sot me klasën politike që është sot në Tuzë dhe në Ulqin, në zonën e shqiptarëve në Malzi. Në përgjithësi po, të me marë parasysh kushtet. Të me marë parasysh që 90% e Malsis ka dalë nga vendlindja dhe populata ka ra dikun rreth 9.000 si populat, shumica janë në Amerikë, New York, Detroit, Florida, Chicago, shumë vende të tjera të Amerikës. Malsorët gjithmonë kanë lanë për vendlindje, edhe vazhdojnë për me lanë. Si shembull është TV Bojin. Dhe më thanë, malsorët kanë lanë, jo vetëm malsorët, po në fakt tanë shqiptarizmi, nga gjitha anët e kuflitet shqip, kanë lanë për televizionin Bojin. Edhe çdo herë që është bani një aksion, është kënë një aksion me qëllim, me bashkëpunim, ka arrit suksesin. Çdo gjë që kanë bërë për ndërtime, si rruga, si shkolla, si kisha, si ura, si çdo gjë, si fush, si studenta, si festivale, për shembull festivali i Rapës që është prap çdo 4 vjet, ngusht ka me kenë këtë vit, ka pas sukses, sepse ka pas bashkëpunim me diasporën. A jem i kënaqur me situatën e politikës në Maltezi, sot për sot, me kushtet që ekzistojnë, po, sepse jem pakic në shumë aspekte, jo vetëm se jem shqiptar, me zgjumë që e kem të veçantë, po jem shqiptar, për shembull na shqiptarët në Maltezi që jem katolik, na jem pakic edhe pse jem nga feja, edhe shqiptarët që janë musliman janë pakic edhe janë nga feja. Më thanë, jem pakic në 2 aspekte të rëndësishme. Kështu që janë ama kollaj me na diskriminua kundër nesh malezes për shembull në Maltezi, se në vende të tjera. Me sukses që kanë pas në mënyrën politike, ajo është kënë shumë ma mirë, në kohës fundit se sa është kënë në filles kur u ba shteti pambarë. Kur u ba shteti pambarë në Malizi me 2006. Po mi, avokat të vim tani tek se jemi ëndra amerikane, po flasim për lirin, demokracin, sa ka influencuar autoriteti amerikan në marrëdhëniet e shqiptar-amerikanëve me vendlindjet? Miku më i madh që ka pas komi shqiptar në histori është Amerika. Se Amerika çdo herë që ka pas nevojë është kënë me ne. Woodrow Wilson, të mja fillu me Woodrow Wilson, aja ka përkra shtetin e pamvarën të shqiptarëve. Me të 99-ën, Bill Clintoni, Amerika e ka përkra Kosovën e pamvarësinë e Kosovës. Kosova u ba shteti pamvarën, pa Amerikë nuk kita ekzistua. Amerika në la një shtëpi të re, një shqiptarëve, një emigrantëve, ndërtuame, u shkolluame, kem bizniset, kem familjet, kem qka me u lanë brezave të ri, kem ruajt identitetin tonë shqiptar, shu që Amerika është kënë maj miri e maj mali mik i shqiptarve në histori të komit. Çfarë do ju thoshe të rinjve shqiptar që janë në ato endrat e tyre të fillimit, në studimet për të qenë të devotshme, të shkojnë drejt rrugës së suksesit? Çfarë do t'u këshilloje? Për rini më e madhja gjë është për mos me u tërhiq problemit. Gjithmonë me kanë luftar për të arrit ata çka ke dëshirë. Nuk keme pas sukses çdo herë, keme pas humbje, sa duesh, unë e kam pas humbje, gati çdo biznesmen në nëse nuk ka pas humbje, ai nuk din se çka është fitoria.
se pa pas humbje ti s'mundesh me pas fitore. Kështu që ata duhet me ditë domethënë mos mu të hjek, mos mu shmak ëndrrës të tyne, edhe dëshirës së tyne, po gjithmonë duhet me kanë gati, me kanë persistant, me vazhdua për me arrit ato që ke dëshirën. Gjithmonë me pas komunikim me familje, sepse ajo të nep vullnetin, nep knatësinë, kur të knaqësh për shembull nanën ose babën, aja është edhe ma shumë knatësi sa me knaqë vetin, ose kur të knaqësh familjen ose shok, është shumë me rëndësi kur të bash ata ma tepër se sa pitimet personale. Si do ta konceptonit ëndrrën shqiptare në Amerikë? Ëndrra shqiptare në Amerikë nuk ka kufi. Amerika të mundëson me ëndrua ata që ka donë, aja është bukuria e këtij shtetit, që të ne pat liri, suksesi si shqiptar në Amerikë është sukses kur je shqiptar, mendosh si shqiptar, të nerosh historinë e bukur e të lavdishme shqiptare. Kur të dash suksesin tënd personal me shqiptar, në mënyrë filantropike, për shembull. Është shumë me rëndësi, nëse nëse ke sukses, ke mundësi, ke financa, pse mos me lanë në mënyrë filantropike që të vazhdojnë në brezat e ri një gjë e mirë. Vetë nuk e shoh se për shembull mua më ka damtua identiteti shqiptar. Vetëm që kam ka frymzua, që kam ka ndihmua, ndoshta nuk ish kënë aq kaq advokat i mirë, mos tisha kënë shqiptar. Kështu e shoh vetë. Por ajo prardhje, ajo histori, ajo dëshirë, gjak shqiptarit, tona këto bashkatgjiten me krijuar një sukses. Avokat, rrugtimi juaj, 2 vjeç fëmijë në Amerikë, vazhdoni shkollimin, krahas shkollimit, jetës, edukimin familjar, edukimin e kulturës amerikane, nuk keni humbur atë shqiptare, dhe deri sot jeni një avokat i suksesshëm, jeni një donator, pjesëmarrës në të gjitha aktivitetet e komunitetit. Kujt jeni më mirënjohës? Shumë vështirë për mu përgjigj, sepse jam mirënjohës se shumë gjëra, por besoj që mundësia që ma ka dhënë prindrit për me ekzistua në Amerikë, ajo është, domethënë, më e madhja gjë. Unë di se atje në Maltezi nuk kish pas shans me kanë advokat. Sepse ashtu është kënë ai shtet, Jugoslavia në atë kohë, që nuk ka mundësua për me kanë i lirë, nuk ka mundësua për me punua, nuk ka mundësua për mu shkollua, por është mundua për me të shkel si kom, edhe me të asimilua totalisht, e vetëm atër ke pas ato oportunitete. Amerika nuk është ashtu. Kështu që fatmirësisht gjindëm në Amerikë, edhe me nderim më të madh babës edhe të nanës që i kanë ardhur në këtë shtet. Ju keni 2 fëmijë, keni një përmbesa, cila do të ishte këshilla juaj për prindërit, për rritjen e fëmijëve të shëndetshme këtu në Amerikë? Në Amerikë është më e rëndësishmja sot për sot me pas komunikim me fëmijë dhe me pas shoqëri me fëmijë, dhe fëmijët gjithmonë kanë me gabua, siç kemë gabuar edhe na kur jam kanë të ri. Po inshallah nuk ka më kanë gabimi i tepërueshëm, që nuk mundet mu përballua ose mu përmirësua. Kështu që kur mos më vu shmak fëmijëve, po gjithmonë me ta shok me ta, për me kanë të shnetshëm, sot ke mundësit për me kanë me hangër ma mirë ushqim, ke mundësin për të shkua në stërvitje, kurse dikur s'kan ekzistua, vetëm që ka ke ba të shkolla, ose ke luet me shok, shu që mundesh me ba një mënyrës strukturet të jetës, me pësua me pas një struktur të jetës,
ato gjëra që janë të rëndësishme. E shnedja është numër 1, se pa shnedje ti nuk mundesh me kanë as i suksesshëm. Avokat, cili është mesazhi juaj për shqiptarë amerikanët që ju kanë mbështetur në vite? Jo vetëm si avokat, por edhe në aktivitetet të ndryshme komunitare që juve keni organizuar, keni qenë drejtues për gjitha gjërat. Vetë dëshiroj që brezat e ri të marrin këtë vazhdimsi, këtë mirësi, këto aktivitetet që janë ba, të marrin si shembull, kanë qenë gabime, të më thanë gjatë këtyne aktiviteteve, por nuk janë kanë gabime katastrofe, shtu që mund përmirësohen, e brezat e ri kita me vjetë me i vazhdua këto, edhe me i përmirësua, që t'jenë edhe më të suksesshëm. Por gjithmonë të panë me veti në zemër tyne shqiptarizmin. Sepse prej shqiptarëve janë dhe meritojnë shqiptarët mbështetjen, meriton Shqipnia, meriton Kosova mbështetjen nga diaspora brez mas brezit. Dhe kjo është, domethënë, porosia eme për diasporën shqiptare. Vazhdohet brezi i ri të mësojnë prej konicet, të mësojnë prej çdo shqiptar që ka vepruar në mënyrë pozitive, në mënyrë konstruktive për të ekzistuar diaspora shqiptare edhe vendlindja. Avokat, si dëshironi të kujtohet emri juaj në komunitetin shqiptar-amerikan, si avokat, si aktivist, apo si njeri që ke shërbyer popullit të kombit të vetë shqiptar? Ato kam valon historianëve të shkruajnë. Unë nuk di çka me të thonë. Unë s'kam, çdo gjë që i baj nuk e baj për me më kujtua kush, po do të kujtojnë. Unë vetëm e baj se e shoh se çka është e mirë. Po si ke dëshirë të kujtojnë? Si kam dëshirën, si kam kam valon historianëve si të shkruajnë. Avokat, unë të falenderoj shumë. Rasti juaj, jeta juaj është një histori suksesi në komunitetin shqiptar-amerikan, është një shembull i mirë për të marrë për brezat që janë tani, po dhe brezat që vinë, pasi ju e keni ndërtuar karrierën tuaj suksesin, duke poshtë vështirësitë, duke bërë punë të madhe, dhe duke lënë një emër që juve, unë po ja them edhe pse pak më parë nuk deshit ta pranonit, pra ju nuk ju shikon komuniteti vetëm si një avokat, si një aktivist, por ju shikon si një bamirës, si një person që dhe në vazhdojnë të jepin kontribute për komunitetin dhe kombin shqiptar. Të falenderoj shumë që ishim në bisedë. Me shpresë së bashku të jemi edhe biseda të tjera, pse jo dhe në biseda profesionale për profesionin tuaj si avokati, me qëllim që shikuesit të mësojnë, jo vetëm këta që janë në Michigan, por kudo ku janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më gjerë. Televizori shqiptar të Amerikës me prezentën tuaj i është shtuar një vlerë dhe isha i privilegjuar që kisha në bisedë. E të falenderoj. Shikues të nderuar, e falenderoj në emrin tuaj avokatin Joseph Vendvukaj. Ju falenderoj dhe juve për vëmendjen që patët për këtë bisedë. Mendoj se keni përfituar nga eksperjenca jetës së suksesshme të avokatit Vukajt dhe mirupafshim me një të ftuar tjetër në emisionin Ëndra Amerikane. Jeni të ftuar, pse jo, edhe vetë mund të telefononi në televizion, sepse ne bëjmë më të mirën atë që mundemi, por pse të telefononi, do t'ju thosha për faleminderit që jeni të ftuar në këtë emision. Atëherë mirupafshim, avokat, faleminderit. Faleminderit për ftesë dhe shumë mirë. Mirupafshim tjera herë. Faleminderit.